Shkelsen jetishit I vdes personi I zemrës. Këngëtori shqiptar Shkelsen Jetishi, I njohur me emrin si Xeni, ka bërë të ditur me dhimbje humbjen e motrës së tij Valbona. Lajmin e ka ndarë për ndjekësit e tij në Instagram, duke shkruar: Qofshe parajsës motra ime e dashur Valbona, lam të mirë. Humbja ka prekur ju vetëm familjen e tij, por edhe fansat, të cilët kanë shprehur ngushëllimet në rrjetet sociale. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.